Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejtë për drejtë këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vjen të mbetemi po së bashku në këndin e të ftuarit të ditës për të diskutuar së telekon një problematike shumë të madhe, një plagë ende të habur dhe të thellë të shoqërisë shqiptare, të cilën ne diskutojmë nga viti në vit me të gjitha problematikat të cilat e shoqërojnë, pavarësisht pretendimeve, pavarësisht ndërmarrjes reformave të ndryshme ose të ashtu quajturave reforma nga ministritë dhe autoritetet përkatëse, niveli arsimor në Shqipëri vijon të jetë ende shumë i ulët. Shumë i ulët, jo siç tregojnë statistikat, por siç tregojnë ekspertët e vërtet, ata të cilët e prekin çdo ditë problematikën, e prekin dhimbjen, e prekin nivelin e studentëve, por edhe cilësinë e mësimdhënies. Për këtë temë do të diskutojmë gjatë minutave në vim, do të ndalemi tek matura shtetërore, deri në këtë moment që ne flasim, janë zhvilluar 2 provimet maturës shtetërore, provimi i parë ajo i gjuhës huaj dhe provimi i dytë i gjuhës amtare. Në të dyja provimet, pavarësisht se u theksua se do të kishte një monitorim të veçantë me kamera sigurie që të mos ndodhte ajo se çfarë ka ndodhur gjatë viteve të kaluara pra publikimi i tezës provimit, kemi po të njëjtën gjë, publikohet teza jo më larg se 20 minuta, 30 minuta nga nisja e procesit të provimit. Këto e shumë të tjera do t'i diskutojmë me mikun ton të hapësirave informative ndriçime Metin, ekspert i arsimit. Faleminderit që keni ardhur. Faleminderit dhe ju për ftesën. Në çfarë fazash ndodhemi? Në çfarë po përballemi? Se e thash që ndonjëherë ato statistikat nuk janë ashtu siç duket, sepse në të vërtetë janë ekspertë dhe ata të cilët e prekin çdo ditë problematikën, ata të cilët e dinë të vërtetën. Po me aty që gatuan vetë, siç e sollëm, ne kemi diskutuar disa herë. Njerëzit kur e shikonin thoshin mundet të mos jetë kështu. Po ja që ndodhi. Bashkë kemi diskutuar rezultatet e PISA-s, ne jemi vendi fundit në PISA. Jemi me Xhamaikën dhe autoritetin palestinez. Në mendimin kritik, autoriteti palestinez kishte 18 pikë në 13 pikë. Tani mjafton kaq, që mua vjen keq për shkak të vojtjeve shumë të mëdha që ka i popull atje. Dhe në kohë ndjes, po e përmenda për të kuptuar. Ne nuk kemi as gjendje lufte. Ne nuk na ka rënë një fatkeqësi e madhe. Kaluam pandemin. Është e turshme ajo që është thënë që të gjitha vendet, edhe Gjermania ra në pandemi. Ra. Po ram 15 dhe në 30 pikë. Ne ram nga 52 deri në 72 pikë. Dhe ky është problemi, ne ram 2 fishi. Ne kemi një matur që gënjejnë veten. Dhe pse gënjejnë veten? Pse i fund gënjejnë veten? Se ti ke ato rezultate. Dhe si ka mundësi që ky del shumë mirë, por ky 15 vjeç është kundrejt Xhamedit. Pra në prag të hyrjes në gjimnaz, ky është dhe një njeri është i papërgatitur fare. Dhe ky njeri që nuk është përgatitur, se ne kemi mbaruar shkollë, mos na gënjej kush tani. Nuk mund të thotë që ju dhe unë ta kishim 5 matematikën në nëntëvjeçare dhe ta nxjerrim 8 në gjimnaz. Është e pamundur. Sepse ti bazat, prandaj quhet arsim bazë. Ti aty merr. Dhe ti po të vim te kjo që tha ti. Ore kaq keq jemi ne në administrim. Prandaj ne hedhim hije dyshime mbi çdo gjë. Dhe hija e dyshimit, vjedhja, grabitja, se do të diskutojmë edhe më mbrapa për këtë nëse doni. Ore, këtu nuk është kopje. Unë abitem kur thon kopje, ore vëj një emër shqip. Kjo është grabitje, më është vjedhje. Ke grabitur, unë kam grabitur dijen tënde. E kupton, kam grabitur të ardhmen tënde. Nuk e kam marrë peng, më e kam grabitur. E kam grabitur dhe ky është krim pushtetues. Dhe këtu kanë marrë pjesë, në këtë krim merr pjesë Ministria e Arsimit. Është bashkëfajtore me dashje, nuk është pa dashje. Nuk është pa dashje, se unë e kuptoj që Ministri i Arsimit nuk mund të di dot, se çfarë ndodh në Konispol, në një shkollë, në një ditë të caktuar. Por ti në rregullojën e maturës shtetërore shkruan përgjegjëse për menaxhimin dhe funksionimin e procesit të maturës shtetërore është Ministria e Arsimit dhe institucionet e saj të varësisë. Tani ti kur je përgjegjës vet, pastaj thua jo s'jam më përgjegjës. Ç'a kuptimi ka deklarata nuk cënon rezultatin. Si nuk cënon? Ç'a kuptimi ka? Por zotri, nëse ke vjedhur një vot, apo në ke vjedhur 30 vota, nëse ke vjedhur një shishe ujë, apo ke vjedhur 30, nëse ke vjedhur 1 lek, apo ke vjedhur 300 milion lek, ja i dut. Po i qa shkallë je pasaj, atë ta përcaktojnë gjykata. Sepse po ne porisim një brez të ri grabitçar.
Grabit qarë, mërë zotri. A e dëgjove vetë, se 12 vjeç, ju e keni dhe, 12 vjeç. A i vithë e babajt dhe ku? Në njëra qytete që ne kemi mbajtur me një lloj kulture perëndimore, apo jo? A i vithë e babajt, po jo pak, po 66 milion. A i kuptoni për çfarë flasim neve? Një 15 vjeçar në mes të Tiranës, qëllon tjetrit. Duke ngrënë. Një 18 vjeçar kapet me armë me silencator. Një 19 vjeçar bën këtë, 3 të rinj kanë vrarë veten. Së vret mendje njëri këtu. Sepse cilësia e jetës ne e dim shumë mirë, varet nga dy gjëra. Shërbimi arsimor dhe shëndetësor. Ti këto të dyja i ke cop. Te i për çfarë po flasim neve? Dhe ti thua, unë e bëra timen, thot, çfarë të bëj unë, thot. Si 237 qendra si kronolog do ti me dhëm. Që thot fjalë popullit, më falë se u shpreha kështu popullorçe. Si kronolog do të më. Që ç'ke me të më? Po ti e ke futur vetë celularin, sepse ti ke drejtues të ZVA-s në Tiranë dhe në rrethet të mëdha që janë në konflikt interesi dhe vën administrojnë provimin se kanë fëmijët e tyre. Dhe drejtues të lartë të Ministrisë së Arsimit që kanë fëmijët e tyre dhe administrojnë provimin janë në konflikt të rënd interesi. Dhe prapë vazhdojnë. Dhe askush nuk flet për. Pra, pretendoni që telefonat dhe publikimi i tezave është kryer nga vetë Ministria e Arsimit për të fshehur diçka tjetër. Për të naturur neve andej dhe ndërkohë këta kopjojnë me ChatGPT brenda. Pra brenda ka celular. Shiko, është shumë e thjeshtë. Po. Unë ju jap numrin e celularit të ndonjë punonjësi në ministri, merr në telefon juve kur ti bie telefoni. Rregullisht atis duhet bie telefoni, pse? Se ka zhurmues. Shko ti si gazetar, ose bëj një provë. Shkoni tani s'ju jap urdhër unë, po bëni një eksperiment. Absolutisht, po. Bëni një eksperiment. Ku ka një qendër provimi, çoni një gazetar, pa lajmëruar fare, dhe letëria atje, pa përgjithë e shkolla. 50 metra nga pragu i shkollës e tutje, nuk duhet këtë telefon. Bjeri ti e të shikosh. Po ka valë, do thot që atje janë shkëputur. Po. Sepse ullë automatin për dap me njëherë. Edhe s'ka, ose prish aparatin, që në fillim. Dhe të gjithë fillojnë atje. Dhe ne, prandaj të thash, ne porisim një brez i cili korruptohet dhe korrupton. Shiko, se kjo është një fabull shumë e keqe dhe të mërshme kur e dëgjonë, pra kjo është e vërteta. Gjithë kjo është një skenë e ndërtuar për të mbuluar pjesën tjetër, pra që provimi realizohet me anë të ChatGPT-s. Dhe ChatGPT-a është e ofruar nga vetë vëzhguesit e cilët kanë për detyrë mbarvajtjen e procesit provimit. Ja ta them unë. Atëherë, nderuar ish koleg, thot, monitoruesit e mas zgjidhen në mënyrë të tillë që në shkollat caktuara të shkojnë të besojnë, domethënë ata që nuk shikojnë, nuk flasin. Monitoruesit, edhe nëse konstatojnë probleme, thot, nuk e raportojnë pasi e futit e lista e padëshiruare dhe nuk shkojnë më dot në atë provim. Rregulloria e maturës as nuk njihet dhe as nuk zbatohet na monitoruesit. Shumica janë të rinj dhe nuk e kanë ide se ç'është monitorimi. Shortet janë të manipuluara nga drejtorët e ZVA-ve dhe ata që shkojnë në shkolla varësit e tyre që kanë detyrat e qarta dhe listën e atyre që do ndihmojnë. Kjo është nga brenda, është nga institucion varësie, është nga punonjës të Ministrisë së Arsimit dhe nga institucionet e varësi. Kjo që po lexoj unë. Po mbuloj kështu këtë, thotë, në rast se kur lindi problemeve, u vjen një telefonat nga operatët e mas të mos flasin do. Dhe të tërhiqin nga pretendimet. Edhe kur ngren probleme që i thonë, shikoni, se po kopjoni, më jepni celularin, i marrin direkt. Në Ministria e thonë, mbyllni gojën. Janë thjesht vëzhgues dhe nuk kanë më asnjë kompetencë to. Në këtë maturë shumë drejtorë dhe nëndrejtorë apo punonjës të ZVA-s të cilët kanë fëmijët e tyre, janë të përfshirë në proces. Në klapa, Durrësi dhe Elbasani në krye. Zhurmuesit nuk punojnë. Kam kapur vetë maturant me telefon, thotë, që gjejnë përgjigjet nëpërmjet inteligjencës artificiale, por që administratorët nuk ju marrin, thotë, se janë me urdhër. Në letërsi dhe matematikë do ta kenë më kollaj, thot, pasi ka programe të cilat i shkakojnë në celular dhe zgjidhin çdo ushtrim matematike. I qartë. Dhe ky është specialist që më shtua. Jo, e shumë se duket që nga mënyra e komunikimit. Vjet në matematikë thot s'kishin nevojë të nxjinin tezën, se i zgjidhin me aplikacion. Pra, ky më thot, i nderuar ish koleg, thot, dalja e tezës bëhet për këtë, thot. Dhe mi rreshton që të gjitha. Këto. Pak më ndaj telefonit. Që të gjitha. Pra, po mbuloj, do më thënë, po, absolutisht. Atë dhe që të gjitha.
Këto janë të shkruajta, nuk i kam unë këto. Nga kamerët. Pra, janë të gjitha më falë, vetëm një sekundë. Po, absolutisht. Ja, janë të gjitha. Dhe unë nuk kam arsye të gënjej, nuk kam arsye të nxij gjë, përkundrazi. Dhe e di pse e them. Por nëse kjo ka ndodhur është realiteti më i keq i mundshëm. Po pra, se këtyre maturantëve shumë të mirë që kanë punuar, si shtam ne, që kemi punuar, atë, ka që vjen me 39, atë me temperaturë më. Ka në ata që vjen me grip. Ka punuar 12 vjeta, i shkatruar. Prindit i ka investuar dhe në përkurse. Se ne s'kemi diskutuar ndonjëherë për kostot e arsimit që këtu në Shqipëri janë të tmerrshme. Dhe ju ftoj që të merrni të dhëna dhe hajde diskutojmë dhe me ekonomistë një ditë për kostot e arsimit sa vjen në Shqipëri, të trashëguar arsimi falas, që është bërë më keq se shëndetësia. Me after school-et që paguhen, me kostot e kurseve sepse nuk ka cilësi, me kostot që bën ai për gjuhën gjermane që do të iki etj. Po kjo është një tjetër situatë. Po diskutoj për këtë. Pra ti vete atje, vete nën monitorimin e shtetit, nën kujdesin e shtetit, dhe shteti vetë thot, jo vëlla, ku vete ti thot? Unë do ndihmoj ata që dua unë, jo ata që do ti. Dhe çdo thot do ndihmoj. Jo, ai i bën ai dut, nuk e ndihmon. I bën ai dut. Prandaj shohim pastaj analfabetizmi funksional që tani është ngjitur ku? Në sallën e parlamentit, në institucionet qendrore të vendit. Se s'ka si të ndodhi ndryshe, që të çojësh të thuash pastaj që Don Kishoti është një figurë interesante e letësisë shqiptare. Dhe shumë komplekse. Se nga kjo vjen. Pra, ne në këtë deregje kemi ardhur. Në këtë pikë kemi ardhur. Ku mua dhe juve, domethënë, është e turpshme ta thuash, po jo e turpshme, por është e sikletshme ta thuash që na vjen turp të themi të vërtetën. Se s'na i pranon njëri. Tani kjo që them unë, s'është e vërtetë. Kontrolloj. Ja po ti. I kontrolloj. Është si një indicje. Po është e thjeshtë. Shiko, Albi, nëse unë gënjej, merr provime, edhe futi një herë një përgjigje. Thuaj, Jeroni Derata, le që ka dhe gabime. Sot po ndiqja disa, profesor Ersula, etj. Që thoshte ka gabime në artim. Po këtu unë se marr për sipër do, se nuk jam një asaj fushë. Dhe këtu e kemi pasur gjithmonë. Unë flas për atë që njoh, se nuk jam i gjuletë. Shiko, e di çfarë më intereson më shumë, jo vetëm mua, po mbase të gjithë atyre. Po, më fal, që ta mbaroj. Merr, shiko, bë me kampionim. Merr një përgjigje që ta jep ChatGPT-ja, sa vetë ai kanë bërë. Sa vetë ai kanë bërë. Është shumë e thjeshtë për ta zbuluar më pas. Për ta zbuluar. Dhe thuash, zotëri, ti gënjeve, ne ja ku e kemi në rregull. Pse se bëj? Bëjmë. Ja gënjeva. Unë gënjeva, i mashtrova, dua që ta nxjij situatën. Merri më me kampionim. Merr 7 teste na Durrësi, 15 në Elbasani, 6 në Saranda, 7 në Kuksi dhe merri. Dhe pastaj rim rahat. Zvimun. Të betohem që zvimun dhe kërkoj falje publike. Por se do vish, se do flasim për të tjerë procese, se ne nuk kemi vetëm një proces. Tani ju lutem tash. Se ky është problemi. Shiko, ajo që më vjen keq mua për hir të së vërtetës nuk është dalja dhe publikimi i tezave të provimit, as ndërtimi dhe problematikat e pafundme që janë në hartimin e tezave të provimit. Më vjen keq për shoqërinë shqiptare në thelb. Ku arritëm, në cilën dhe atë se çfarë po rrisim. Po ky është problemi, se ne po pranojmë të gjithë të keqen dhe ne jemi bërë pjesë të keqes. Shikoj, nuk është kjo marrë, unë i thash vjet, por edhe disa herë shkoj te status, se kam ironi që ta mbyllin këtë punë publikojnë vetë, se nuk ka ç'bënej. Ja e publikove, çfarë do bëj? Ora u kam vajtur në Sloveni, ma kishte librin, kishte primaturë, kishte librin. I thash një kolegu të ministrisë, punon në ministri atëre, po ky çfarë është? Libri, më thonë. Po për çfarë përdore? Kush të doj, i themi ke 5 minuta. Ai që nuk di, s'di kushta. Tema. Ç'do bëj për 5 minuta ai? Ja i jap 10 minuta. Më ka qelluar mua, ta kam qenë mësues, ai kam dhënë 10 minuta kohë. Ai se gjente. Thoshte mua ku ta gjej, po ku diu ku ta gjesh ti? Kurse diti ç'a të bëj? Libri e kishte atje. Që ta ishte merakun. Që ta ishte merakun ka dhe librin. Ama mbaronte, le që s'pi për të njëri, mbaronte. Binde zilja. Lënë një stilolapsa dhe ikni në rjesht. Të gjithë. E mbaronte ai i pari, e dorëzonte. Atje, po, shkonte në një sallë, rinte atje tek kantina, i ofroi një shishe ujë, një gjë për të ngrënë, sepse sa kishte mbaruar që ja ofronte shkolla. Po. Jo kështu. Edhe mbaronte, ai ish provim.
Ai është vërtet një gëzim kur shkon në provim. Është dhe përgjegjësi se këtu thonë, provimi është një ditë feste, s'është ditë feste, është një ditë përgjegjësie, se s'do bëjmë ditëlindje në provim. Është ditë përgjegjësie, por është njëkohësisht edhe një ditë e shënuar që ti të nxjerrësh të gjithë potencialin që ke. Jo ti tani dal në një gjafmali që thot populli, 10 ti. Dhe ka ca njerëz që thonë, po më ç'keni ju, sikur i ndrën në akun Albit, po? Si që ka kjo si i ndrën në akun Albit, po unë që mora të isë më takonde? Si bë? Se kjo shoqëri, prandaj që është shoqëri elitare, prandaj që është shoqëri e përzgjedhur. Pastaj që të shkojmë dhe më tutje, atë që thotë shoqëria, po pritni pse i nisi me 2 celula? Se të gjithë thonë shteti. Dakor po shteti. Po ti, pse eri? Pse bëmi një pjesë të keqes? Pse si themi stop? Pse s'dali njëherë prindi të thonë stop mëre? Vërtet djali ti mori 10. Po në 200 metin e njohur, shok e kisha, i djalë shumë i mirë është, i edukuar është, po jo i 10-ës. Pse s'dalim ne? Pse s'bërtasim ne njërë për cilësinë e arsimit? Po themi, se të gjithë jemi bërë pjesë të keqes. Themi, i japim lek, ati në kurs, e mori 10 djali, shpëtova, e mori ai mjekësin, që më duhet mua, flaka nuk i ka rënë? Flaka ti bie, thot. S'është djali tim, thot, djali tim mbaroi. Njëri mori mjekësin, njëri mori këtë, dhe pastaj i vuan gjithë shoqëria. Dhe haron ai që djali që i merr mjekësi, shef do t'i bëhet ai që ka kopjuar nga djali i tij. Në pas e ndodhin procese fenomene të tipit që ne s'duam t'i flasim. Ai kemi për ditë, se po i provojmë për ditë, i kemi në kuris për ditë. Ai me të cilën ne mund të jemi tallur, jo në kuptimin e bullizmit, po që kemi thënë që ky si s'lidh dot 2 fjalëre. Në këtë kuptim, ai është bërë shefi ton tani. Ai menaxhon jetën ton. Ai s'menaxhon jetën ton, ai grabit jetën ton në fakt. Grabit çdo ditë. Sepse ai që ka një fije edukim dhe është edukuar që të mos vjedhi, është edukuar që të marrë atë që i takon, është edukuar që t'i shërbej njerëzve, nuk ka pse bëhet ai dut. Ai du do ketë, po jo kaq sa kemi ne. Jo në çdo kohë, në çdo institucion, kudo që të vesh, ti duhet të futesh dorën në xhep. Përndryshe ty as të bën njëri për burr, që thotë fjalë popullit. Ky është problemi më i madh. Dhe këtu, dhe ajo ku ushqet që në bankat e shkollës, se ju a thash, e ushqejmë në klasë të parë ne, i japim zyshes 1 lek, ma ki kujdes. Pastaj e çojmë te kurset, ja japim zyshes, thot merre përgatitet ti, thot se do t'i jap 200.000 lek në muaj. Pastaj grabisim që te vanafine. Pra vlerësimi i arritjes të nxënësve në arsimin fillor, klasa e 5, provime. Pastaj klasa e 9, provimet e lirimit, pastaj klasa e 12. Sepse në qoftë se ti do fiktivitetin, ju a thash edhe një herë, është shumë e thjeshtë. Përveç kësaj që thash unë, ka dhe një gjë tjetër të thjeshtë, po. Merre, ndriçe me Mehmetin edhe Albi. Vëj se po marrë emra ta. Dhe vëj dhe thuaj, çka ka marrë në gjuhë dhe në letërsi në klasën e 5 dhe në matematikë, se ne provojmë 3 herë. Po. Për 2 lëndë. Ka marrë 6, 7, pastaj 10. Oh, si merr 10? Ti s'ke mësuar strukturën e gjuhës. Në klasën 12 merr 10. Si marr kam unë? Na 7 a 10. S'merr dot, sepse në të gjitha manualet e vlerësimit në Europë shoh që luhatja e notës është nga 0.8 deri në 0.98. Pra ti asnjë notë. Pra ti mund të marrësh, po themi, nga 8.8 ose nga 8.7.2. Po ti s'mund të marrësh nga 8.10. Dhe nga 10 të marrësh 8. Sepse në të dyja raste ka fiktivitet. Pra o ka brenda shkollës dhe ne kështu përmirësohet sistemi. Kur thonë sistemike, pra e kemi sistemin. Po kush do ta përmirësojë ndërkohë që s'janë të përmirësuar për vetë se këtu? Ka ikur ajo. Unë kam folur disa herë dhe kam qenë entuziast. Kam thënë që ne kemi mundësi të hapim një debat kombëtar etj. Po tjetër. S'kam entuziazëm. Tani se bën më njëri. S'do ta bën më njëri. E kishe shansin. Po, shiko, nëse nuk do ta bëjmë më njëri, se është vërtet e dhimbshme, po të paktën 3 ditët e fundit nëse do t'i ndjekim lajmet tamam ashtu siç janë për të ndjekur, se ndonjëherë na shpëton edhe diçka, po kemi 3 jetë të humbura. Sa ju a thash? Të cilat janë, domethënë 3 djemë të rinj të cilët janë vetvarur. Ju a thash, ke 3 djemë të përmenda këtu të thash, një 12 vjeçar që vjedh baban e tij, një 15 vjeçar që plagos shokun e tij. Përse s'u mor vesh? Një 18 vjeçar që kapet me armë me silencator. Një 19 vjeçar që po ashtu kapet në vrasje. Një 19 vjeçar që rre xhaxhan e tij me shufër ekuri për pronë. 3 20 vjeçar që vrasi vete dhe nuk e di njeri. Pastaj për turpin
e shtetit, prandaj them që monitoron ministri, se duhet folur me emra. Ministri Hoxha, mos u akuzoni me vrasin ati djali 14 vjeç. Po e thojmë ne, po bëjmë. Atje mini kamerat i thoshin gjithë. Tani kur kanë kaluar atje, ata ja çajnë plagën përsëri prindërve dhe japin pamje. Kujt i duhen pamje? Kujt i duhen pamje? Për çfarë i duhen pamje? Për klikime? Për sa më shumë klikime? Kujt i duhen pamje? Kujt i duhen pamje? Kujt i duhen pamje? Këtu thashë njerë, këtu është degraduar gjithçka, është delegitimuar arsimi i gjithit. Dhe këtu asnjëherë nuk kanë mbajtur, më fal, vjet Albia au kopjuar, se pranuan vetë ata. Dhe thanë, në një gjimnaz, veri në dorë, qytetin Zuat ta përmend, me 5 nota, 279 veta. Ore, a keni pasur çdo thotë 279 veta? Po të mbullakosin, dhe të shkojmë në përbot që klasat janë 24 dhe 28, i thonë një gjimnaz i cili ka 30 klasa, sepse 10 klasa me 28 veta, 280 veta. Pra, një shkollë e tërë ka marrë na nota 5, në notën 10, na nota 4, në notën 9, na nota 3, në notën 8. Dhe këta vjen në shkollë të lartë 280 veta. Po më falë, ç'më thua ti mua pasaj su cënua procesi? Çfarë do një cënim më të madh? Dhe këta janë 1% e të gjithë maturantëve, 1% e duket pakti? 280 veta? Se këtu nuk po bëhet fjalë që morëm një prodhim me 280.000 apo 2.800.000 domate dhe na dorën 280 të kalbura. Po në madhe, edhe sa mos bëni di poshtë. Se kemi marrë gjithë të prodhim. Po ne kaq kemi, ne një grush maturantësh kemi. Na shkatandisë një grush maturantësh. Se s'kemi më, unë jam profesor, jap mësim në universitet. Ato salla që unë para 5 vjetësh isha me 150 veta, a diti që i kam me 14 veta? Është të mërshme. A e kupton? Në fakt do duhet të ndalish pak këtu për kuptuar pak më shumë qasjen e studentëve tuaj. Duke qenë se ju jeni pothuajse çdo ditë në auditoret e universitetit dhe përballeni me shumë student, si qëndrojnë qasja e tyre? Të paktën në çdo aspekt të jetës, që të aspektet bazike, të aspekti i jetës së tyre private, personale, puna, profesioni, gjithçka tjetër. Ata po bëjnë një pjesë e madhe, Albi, për ishte të vërtetë se po bëjnë studime të dyta. Kam parë vajza që bëjnë studime të dyta. Dhe në përgjithësi bëjnë këto studime për të ikur jashtë shtetit. Vjen për arsim parashkollor dhe arsim fillor, sepse ka shumë kërkesa në disa vende të tyre. Tani ato janë të zonjat, din gjuhën angleze, e kështu dhe janë të përshtatshme, shkojnë me përshtatshmëri aty. E dyta po përhapet me shpejtësi disa programe studimi që janë në Universitetin e Durrësit, ndoshta edhe në Tiranë, në Elbasanë, në këtë që janë ajo që quhet për moshat e treta gerontologjia e këto, sepse edhe këto kanë marrë një certifikat që është ja vlefshme. Ka kërkesa, po. Dhe ka kërkesa të mëdha. Sidomos Gjermani, të paktën me aq sa kam lexuar. Po orientojnë drejt tregu ndërkombëtar, jo tregu tonë. Pra ne po përgatisim edhe ata të cilët i kemi inteligjente dhe janë të përshtatshëm për të dhënë kontributin e tyre, po mësojnë këtu, por po do japin kontributin e tyre jashtë. Po. Pa me pak fjalë, për ta thënë si prindër, se ne jemi prindër. E morën, si thot një fjalë të vjetërve tanë, na doli një gjysmë metri që qante dhe dukej si një qenie, si që janë qenie të pafajshme, i morën, na gjysmë metra, i bën 2 metra, i shkolluan, investuan dhe i thanë botës na mere, se ke gati. Se ne se përdorim do. Si jemi të zota përdorim do. Nuk jemi të aftë që ta mbajmë do. Nuk jemi të guximshëm që ti themi ri këtu se do luftojmë bashkë. Se nuk luftojnë. Ne kemi efektin e kompromisit dhe ata ikin. Ti ke në universitet të arteve për shembull, që vinë. Ku, cili është kontributi tyre? Kontributi tyre bie poshtë. Pse? Se që ti jesh artist duhet të bashkëngjitesh dikujt në politikë, se ndryshe nuk quhesh artist. Edhe kush është artist e përcakton politikën. Nuk e përcakton dot talenti i tij. Meritokracia tek ne ka mbaruar. E drejta që nuk ekziston më për të mos. S'ekziston më. Nuk ka. Po fole për meritokraci të quaj budalla.
po mësove të quajnë gay, po more çan me libra të quajnë djalë mamaje, po nuk vodhe të quajnë budalla, po vodhe dhe vrave thonë halal ja bën Zoti, se është i Zoti. Duhet të rish pas banditit të lagjes. Duhet të dëndesh në ashash, siç janë lagjet tona që e din të gjithë. Dhe sa afrohesh dot në orën 8. Dhe se di ka policia nuk di që fare. Vetë të gjobisish gati. Por që atje qelbet e ashash dhe ti nuk flet dot natën. Të paktën flas për pallatin tim dhe atje, nuk e di. Kush janë ata? Janë të rinë tanë. Janë gjaku jon. Janë e ardhmja jon, janë fëmijët tanë. S'ka në se si e kanë emrin dhe mbiemrin. Po ata janë pjesë e shoqërisë tonë, të cilët ne i zhbëm me dëshirë, me dëshirë. Shikoni numrin e martesave. Shikoni numrin e fëmijëve. Dhe këtu del se cila është jeta. Pa leri këto tani. Jo po jemi vend turistik, jo ka lënë 30 milion, këto dëngla t'ja japi kujdo. Jemi drejt Bashkimit Evropian. Jemi, po lere tani drejt Bashkimit Evropian të shkoj ku të doj. Ati, se me erdhi dje më tha dikush atje dhe më tha kete drejta, po më ndihmo tha, jo, si bëhet kjo karta identiteti, po ti çe dojtë, ti ke pasaport greke. Çe do? Po që ke mirë ti më thonë. Po që ke budallam. Hajde merr kartën time si ndroj unë. Po çfarë pasaporte do ne? Pra, çfarë pasaporte kur 3 çereku i kemi tha. Pra, çase më fal se e bëra një muhabet kështu. Po edhe thash për pak shtensionim. Në kuptimin. Pra, nuk kemi moti albi. Shko, unë e kuptoj me që sistemi grek për shembull, sistemi grek. Është një sistem paramesa që ka problemet e veta. Nuk është më i miri. Është më i mirë Sloveni dhe Kroati. Po. Atje. Por, si ka mundësi që ne që quanim, për shembull, të kujtohet para 2 muaj se në ndoshta s'ta ka dalë, se ishte edhe sezoni politik dhe s'ta ka dalë koha ta diskutojmë. Të kujtohet kur doli testi për inteligjencën? Ne ishim të fundit më bu. Po. Greqia para nesh, Serbia para nesh, Bosnia Hercegovina para nesh. Ne ishim njësoj me Maqedoninë e Veriut. Edhe Kosova ishte para nesh. Ne dolëm tani të parafundit të palumtur. Kosova është më mirë se ne. Tani si, më thuaj mua, ç'është ky vend që duan të ikin aty të këmbët? Para 2-3 jave iku një kardiolog që unë e njihje, me gjithë familje. Gruaja e tij ishte biogenetiste. Pra që është një profesion shumë i veçantë. Me 2 fëmijët yje që të dy, të shkëlqyer në mësime në këto. Po ne nuk humbëm një familje. Ne në fakt kemi humbur 3 familje, sepse ata fëmijët do ndërtojnë familjen e tyre jashtë apo jo. Po. Pra kështu merret kjo. Se këta njerëz, se ne themi kështu, ora ikën jashtë, se e kanë dëgjuar, apo jemi vend i linjë le të ikin. Apo jemi ne kështu. Po sa kthehen mos zotri? Kush kthehet? Se ne ikin. Kthehen sa që thonë Edi Rama është një para nesh edhe 15 anash? Po, edhe marrin nga një vend. Edhe thotë kam studiuar në Oxford apo në Sorbonne. Po nuk më sugjestionon ti mua me atë. Nuk është që unë të shoh si perëndi. Ke studiuar? Po, pyetja ime, këto standarde ka Oxfordi? Se po debatonim dje në një televizion tjetër me një profesoresh në Anglia. Profesoresh që thash më fal. Këto standarde ka Anglia? Në institucionet në kërkimin shkencor, kryetari i komitetit të kërkimit shkencor bëhet kryeministri? Në cila standarde është? Jo, ta ke drejtu, tani ju lutem. Janë institucionet demokratike ato, që janë ndërtuar, që na Magna Carta. Po ne e patëm shansin 35 vjet të bëni një sistem arsimor me bazat forta tradicionale, si që ishte, për shembull, në kohën e Mirashi Banajt në vitet 30, që ne se arrim dot, ta bëjmë dhe t'i përqaseshim minimalisht Serbisë, Slovenisë, Kroacisë. Ne nuk i përqasemi në asnjë. Pagat e mësuesve ne kemi mizerabël. Ne kemi shkolla të cilat nuk ofrojnë infrastrukturë normale. Ne po shkojmë te inteligjenca artificiale dhe ne jemi me shkumës dhe me drast të zezë akoma. Ne kemi shkolla pa banja, ne kemi shkolla pa dritare. Ne themi ndërtojmë, por nuk ndërtojmë cilësinë. Mua nuk më duhet betoni. Dhe shkollat e reja. Flitet për shkolla të reja. Cilësia mo zotri. Njerëzit që dajnë ato shkolla. Në ato shkolla, unë dua qytetar shumë të mirë në radhë të parë, qytetar shumë të mirë, sepse ai mund mos bëhet në shkollë të lartë, po mund të bëhet një mikpritës shumë i mirë i turizmit, mund të bëhet një mekanik shumë i mirë, ndjesë, mund të bëhet një menaxher shumë i mirë, etj, i shitjeve e kështu me radhë, padyshim dhe inxhinier, mësues, etj. Shkoti.
Shkoni me televizionin tuaj se ju vetë, bëni një pyetje gjithë të rinjve. Kush do të bëhet mësues? Le të shohim sa do ngrenë dorën. Kush do të bëhet mësues? Ka humbur dëshira? Zero. Nuk ka as dëshirë, as motivim, kanë modelin. Shiko, Albi, ata kanë modelin përpara. Në qoftë se unë këtu përpara shoh një moderator, një gazetar, i cili nuk e ka djenin për çfarë po flasim, më them pse erdha unë? Për çfarë erdha unë? Për kë fola? Ai shem mësuesit që i bërtet drejtori, shem mësuesit që thot, hajde bëjmë një kurs që të nxjerrim ndonjë lek se s'na del për pushime, mësuesit që e kërcënon dhe nxënësi, pa asnjë problem fare. E kërcënon prindi, mësuesi që është i pa kënaqur, mësuesi që është i pa motivuar, mësuesi që është i pa edhe i pa mbrojtur. I pa mbrojtur, mund ta heqë kush të doj. Kur ti teke. Vetëm me një urdhër. Ka dalë një kështu formulë standarde. Në ministri, duan të heqin, formula standarde është ristrukturimi i organikës. Edhe të heqin. Është drejtoria e komunikimit. Çfarë bën? I thon drejtoria e shërbimit të popullit. Edhe thot ik, se e ndrua membrin, s'jema këtu. Në shkolla, e di çfarë bëjnë? Ran numrin nxënësve thot. Do fillojmë me dosjet. Që tani, janë të mjeruar mësuesit. Se i lanë para fushate, filluan tani. Janë të mjeruar tani. Të ulet numrin nxënësve. Po ku e di ti? Ti akoma s'jam bërë regjistrimin. Ti si ke mbyllur. Të ulet dhe futin në sherë mësuesit me mësuesit. Dhe ata fillojnë pastaj zihen për të mostrojnë që ka dhe disa që vjen abuzojnë, marrin certifikata falso, që dalin më shumë me pikë ti, se sa unë etj. Edhe një luftë për ekzistencë dhe për mbijetesë, e thënë shkurt. Çfarë pretin ai mësues? Më thuaj mua, ai do ketë cilësi? Ai do të përgatisi djalin tënd dhe timi dhe së shfaqi ti. E ke dhënë ti me shpatulla për muri. Ja ke dhënë ti, se ti si ke dhënë as meritën për shkollën që ka, ti si ke dhënë as mundësinë që ai të kualifikohet, ti nuk e ke paguar më shumë për shkak të performancës së lartë që ka, etj. E qartë. Pra kjo është situata që është shumë e qartë, është të bën me dhimbje koke. Shumë. Por kjo është e vërteta. Nuk më pëlqen. E vërteta është e hidhur. Është e hidhur, por duhet ta pranojmë. Nuk më pëlqen të jem entuziast vetë për hir që të themi, hajde të motivojmë këtë. S'mund të jemi entuziast në momentin që ne po përgatisim brezat të cilët mendjen e kanë të vrasin dhe të dënojnë se sa të marrin edukatën edhe të marrin. Për të tash. Është për të ulëritur. Po s'ke të dëgjon kush, ky është problemi. Prandaj është bërë, ne kemi delegitimuar, që në arsim i thash, dhe kemi delegitimuar edhe zëra ndryshe. Dhe i themi fal, vazhdo, gri sallatë, se e di vetë. Për çfarë duash ti thotë, unë do vazhdoj punën time. Po dhe ne do vazhdojmë punën tonë. Do vazhdojmë punën tonë, por do të vazhdoj po një situatë me këto ritme? Më keq do. Do përshpejtohen drejt. Më keq, po degradimi, po shkon, domethënë, plaga është hapur, është maisur dhe tani po kalbëzohet. Dhe s'ka as prerja e këmbës duke shpëton në trupin e njeriu. Mehmeti, faleminderit shumë që ishe sot në Fax News. Të vërteta të cilat nuk na vjen mirë t'i dëgjojmë, por në fund të ditës janë të vërteta. Edhe unë ju falenderoj shumë për mundësinë që më dha. Rrihemi sërish së bashku në studio për të diskutuar. Me kënaqësi, sa herë të dëshironi. Ne do të shkëputemi në një hapësirë publicitare.